Nga Fieri, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka dhënë mesazhin se pushteti i votës është në duart e demokratëve dhe se njerëzit e votuar do të kenë përgjegjësinë për besimin që demokratët do të japin ndaj tyre. Pushteti në Partinë Demokratike i përket votës. Këtë ju kam premtuar kur kam kandiduar, ju kam përsëritur pasi më keni zgjedhur, këtë ju përsëris dhe sot. Zgjedhja nuk është në dorë time. Zgjedhja është në dorën tuaj. Ju do të përcaktoni me votë njerëzit dhe njerëzit do të marrin përgjegjësitë për shkak të votës tuaj. Lulzim Basha u shpreh optimist për atë që ai e konsideron projektin e ringritjes së Partisë Demokratike, duke theksuar se opozitarizmi do vazhdojë të bazohet në fakte e se në një periudhë të shkurtër qytetarët po rifitojnë besimin në Partinë Demokratike. Ka një projekt ringritje përmes një opozite të mbështetur mbi fakte dhe argumente që sot dëgjohet, respektohet, pse jo dhe përqafohet nga qytetarët dhe votues që ndoshta dje as nuk mund t'ju shkonte mendja t'i kthejnë syt nga Partia Demokratike. Përmes këtij angazhimi ne po rikthejmë shpresën dhe besimin kaq të nevojshëm në dyert dhe vatrat e çdo shqiptari dhe jo vetëm çdo demokrati. Vizita e Bashës në Fier ishte në kuadër të analizës dhe njëkohësisht zgjedhjeve në grup seksioni numër 2 të qytetit, i cili është njëri ndër qarqet më të mëdha për nga numri i deputetëve. Procesi i zgjedhjeve në Partinë Demokratike pritet të përfundojë rreth muajit të ardhshëm.